Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e fletëve të votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, të cilët janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga KQZ, deri sot janë dorëzuar 176.897 zarfe, 18.515 janë marrë nga zgjedhësit, ndërsa 730 kanë mbërritur në KQZ. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri tani janë dërguar fletët e votimit për bashkëdhetaret nga 10 qarqe të vendit për shtetasit shqiptar që jetojnë në shtete të ndryshme të botës. Numri më i madh i fletëve të votimit të shpërndarë i përket qarkut të Tiranës me 50.608, Elbasani 25.022, Durrësi 24.872, Korç 20.329 dhe më pas me qarqe të tjera. Të ndara sipas shteteve janë dërguar në Itali 64.189 zarfe, në Greqi 47.903, në Gjermani 19.360, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 15.460, në Mbretërinë e Bashkuar 13.224. Votuesit në diasporë kanë kohë ta plotësojnë dhe ta dërgojnë fletën e votimit me postë deri në javën e parë të muajit maj. Çdo votë që mërrin në Shqipëri pas datës 11 maj ora 19 do të konsiderohet e pavlefshme. Vendi i caktuar për administrimin e këtij procesi është Pallati i Sportit Feti Borova, pranë Parkut Olimpik Tiranë. Aty po përgatiten dhe dërgohen fletët e votimit dhe po aty do të kryhet numrimi i votave të diasporës. Fletët e votimit do t'u kthehen bashkëdhetarëve tanë në Europë nga data 15 deri me 22 prill dhe në kontinentet e tjera nga data 15 deri 25 prill. Pasi ta marrë zarfin me fletët e votimit, zgjedhësit nga jashtë këshillohet ta dërgojnë atë në KQZ brenda 3 ditëve nga momenti i marrjes. Ato nuk do të shpenzojnë asgjë, pasi posta paguhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.